Ligji i ri i sigurimeve shëndetësore do të vinë në ndihmë të gjithë pacientëve dhe kategorive në nevojë, duke mbuluar shpenzimet për shërbimet e ofruara, si në publik ashtu dhe në privat. Në fund të muajit mars, me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, pritet të shënohet një kthes në të gjithë mënyrën si ofrohet dhe merret shërbimi shëndetësor. E ftuar në emisionin Elite Business, drejtoresha e Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, Elvana Hana, ka sqaruar ndryshimet që do të pësojë ligji ekzistues dhe kategoritë që përfitojnë. Ligji i ri përcakton paketa shumë transparente të shërbimeve në vetvete, duke filluar që nga lista e barnave, që nga shërbimet që do të merren në parsor, që nga shërbimet që do të merren në spitalor, lejon hyrjen e privatit në skem, që janë hapa shumë të mëdhenj, natyrisht, se cili nga këto kërkon një punë jashtëzakonisht shumë të madhe, shumë punë është mbrapa të dy këtyre komponentëve, përcakton në mënyrë shumë të saktë cilët janë grupet të cilat përfitojnë nga sigurimet shëndetësore. Paketat e shërbimit do të kenë një kosto të llogaritur mirë, e cila do të rimbursohet pacientëve edhe në spitalet private, por kontratat do të lidhen vetëm me ato subjekte, të cilat janë të akredituara dhe ofrojnë cilësi të kontrolluar shërbimi. Do të hynë dhe spitalet private brenda skemës, spitalet private do të jenë pjesë e paketave të shërbimit, pra në qoftë se ato do të ofrojnë paketa shërbimi të cilat do të miratohen, fillimisht duhen akredituar nga institucionet tona shëndetësore dhe mbas akreditimit do të merren në shërbim dhe në kontratë me Institutin e Kujdesit Shëndetësor apo me fondin që do të quhet fond mbas marsit. Dhe në këtë moment, ato do t'i ofrojnë këto shërbime për të gjithë popullatën. Dhe pas kësaj, me paket shumë të qartë shërbimesh, ai do të përfitojë financimin për çdo të sëmurë që do të marrë shërbimin aty, ashtu sikurse është edhe në botë. Drejtoresha e Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, Elvana Hana, sqaron se implementimi i ligjit do të bëhet në mënyrë graduale. Aktualisht po punohet për përllogaritit e sakta për çdo shërbim, si dhe përcaktimin e masës së mbulimit për shërbime të caktuara edhe në sektorin privat. Me ligjin e ri të sigurimeve, instituti do të quhet Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm për Kujdesin Shëndetësor dhe do të menaxhojë financimin e këtyre shërbimeve. Sipas Hanës, për të zbatuar këtë ligj, duhet krijuar terreni i përshtatshëm, siç është akreditimi i institucioneve shëndetësore, si publike ashtu edhe private, proces themelor në përfshirjen e mëtejshme të shërbimeve shëndetësore në skemën e sigurimeve.